Mirë se keni ardhur kushëriri tim, që është këtu nga Anglia. So Steven, welcome in our midst. Është këtu me gruan e tij. Sapo kanë kaluar një javë në Shqipëri. Ai më tha pak më përpara që para një javë ishte në një kishë në Berat. Steven, kushëriri im, është drejtori një misionit, edhe kanë bashkëpunëtor në Shqipëri. Edhe ka ardhur këtu për të na vizituar neve edhe për të vizituar kishën. Maybe later you can say something, pass on greetings. Dal nga dal duket se kisha jonë do të bëhet një kishë ndërkombëtare me kombe të ndryshme, por megjithatë është kishë e Perëndis. Edhe gëzohemi shumë që mund të jemi në një vend në unitet, duke kënduar Perëndis, duke e lavdëruar atë, duke falendruar për gjithçka që ka bërë për ne. Le të lutemi para se të hapim fjalën e Perëndis. Atë Perëndi, është një privilegj i madh të jemi këtu, të lirë, pa ndonjë frikë, pa rrezik që ne do të përsekutohemi, të futemi në burg për shkak të besimit ton, për shkak të mbledhjes son, edhe jemi këtu për të kërkuar ty, siç tha Toni pak më përpara, duam të kërkojmë mbretërinë tënde. Edhe Zot, lutja jon sot është më heto, Perëndi, dhe njihe zemrën time, më provo dhe njih mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme. Në emër të Jezusit dhe për lavdinë e tij. Amin. Po fjala e Zotit shpeshherë është si një pasqyrë përpara fytyrës sonë. Sigurisht keni dalë përpara pasqyrës sot, keni parë flokët, sytë, keni rregulluar pak flokët. Zakonisht më ka bërë përshtypje, kur shikon dikë që ndodhet para pasqyrës, duhet të korrigjoj diçka, sepse diçka, një vije flokët, e flokëve nuk është në rregull, ose diçka tek hunda nuk është në rregull, duhet pak korrigjim. Ose po të jemi më modern, të bëjmë një selfie, të shikojmë veten në celular, si dukem unë. Ashtu na vjen fjala e Perëndis sot për të parë se si jam, cila është gjendja e zemrës sime sot. Kemi të bëjmë një histori të pangjashme në fakt. Edhe tek Zanafila është një histori që nuk ka një histori aq të tmerrshme, aq misterioze, aq të fuqishme, aq të pakapshme se kjo histori që kemi përpara sot. Edhe dua që ta dëgjoni, ta ndiqeni, sikur ta dëgjoni, sikur ta ndiqni për herë të parë, sikur nuk e keni dëgjuar më përpara. Pasazhi i sotëm është nga Zanafila kapitulli 22, edhe nuk do ta lexojmë gjithë kapitullin për shkak të kohës, por përsëri desha të sugjeroja që ta bëni mbasdite, kur të ktheni në shtëpi, ta lexoni me vëmendje, edhe gjatë kohës që jam duke ndarë ta përcjellni nga Bibla, nga Zanafila 22. Me pak fjalë është historia e Abrahamit me Perëndin, me Isakun në mal. Mendoj duke thënë të kuptoni për çfarë bëhet fjalë. Por do të shikojmë çfarë ka për të thënë Zoti për ne sot. Kapitulli fillon me vargun e parë. Mbas këtyre gjërave, do me thënë, e dim pak historinë, edhe dim që përpara këtyre gjërave, Abrahami kishte një farë provoje me Perëndin. Nuk është herë e parë që ai përballohet ose dëgjon nga Perëndia. Gjatë jetës së tij ka patur shumë ballafaqime me Perëndin.
shpesh herë mund të themi që ai ka dëgjuar zërin e Perëndis. Ai ka dëgjuar premtimet e shumta të Perëndis, të pa imagjinuara ato premtimet e Perëndis. Ka bërë një beslidhje me Perëndin. E ka rreth prerë veten. Në një farë mënyrë edhe kjo ishte një vetë sakrificë nga ana e Abrahamit. Ai ka ndërhyrë për popullin e Sodomës dhe Gomorës bashkë me Perëndin për shpëtimin e shpirtrave të këtyre qyteteve. Ka luftuar me Perëndin për shpirtra. Ai ka parë edhe përmbushjen e premtimit të Perëndis në lindjen e birit të tij të premtuar, Isakun. Edhe kur ishte 100 vjeç. Por na vjen pyetja, por si ishte marrëdhënia e Abrahamit me Perëndin? Ose me fjalë të tjera, si ishte zemra e tij? Edhe pyetja është, a kupton Abrahami në këtë histori? Edhe ta përvetsojmë, a kuptoj unë, a kuptojmë ne, se drejtimi ose orientimi im frymor është vendimtar, është bazë për të gjitha marrëdhëniet njerëzore, qofshin personale, qofshin familjare, qofshin shpirtërore. A kupton Abrahami këtë gjë? A kuptoj unë që marrëdhënia ime me Perëndin është vendimtare në të gjitha marrëdhëniet e mia në jetë. Do ta shikojmë duke ndjekur historinë. Vazhdon ka vargu 1. Perëndia e vuri në provë Abrahamin. Perëndia e din që e vën në provë Abrahamin. Ne si lexuesit e dëgjuesit e kësaj historie, dim që Perëndia e vën Abrahamin në provë. Por Abrahami në këtë moment nuk din se është provë. Ai nuk e din gjithë historinë si ne. Edhe mund të themi që është edhe në një farë mënyrë provimi i fundit në jetën e Abrahamit. Për ju të rinë që e kuptoni më mirë, mund të themi që janë panelinjesit e Abrahamit. Është një provë e fort, e madhe, vendimtare. Por cili ishte provimi? Cila është prova në të cilën ndodhet Abrahami? Bibla nuk na tregon me njëherë, edhe fatkeqësisht, jo fatkeqësisht, por në Bibël janë shtuar disa tituj mbi pasazhe të ndryshme, edhe këto nuk janë të frymëzuara nga Perëndia, dhe nganjëherë na marrin vëmendje, nuk na japin drejtimin e duhur, edhe në këtë rast nuk dim cili është saktësisht provimi. As nuk dim a do të kaloj Abrahami apo jo. A do të kaloj provimin apo do të ngelet. Edhe çfarë vihet pikërisht në provë, as kjo nuk dihet. Duke vazhduar historinë, shikojmë që Perëndia e thret Abrahamin pa pritmas, pa ndonjë paralajmërim. E thret me emër. Abraham! Vetëm me emër. Asnjë gjë tjetër, asnjë pyetje, asnjë urdhër, asnjë kusht. A dini çfarë do thot emri Abraham? Më përpara kishte një emër tjetër, siç e dini, kur Perëndia e thriti përtej lumit, cili ishte emri i tij i hershëm? Abraham, që do thot atë. Por Abrahami, çfarë do thot? Ati i shumë kombeve, ose ati i turmave. Perëndia e thret me këtë emër, atë i turmave. Ndoshta disi prova ka të bëj me këtë
emër, me këtë titull, me këtë kuptim të emrit të tij. Edhe pyesim veten, a do të kaloj Abrahami provën, ndoshta në lidhje me emrin e tij? Ndoshta edhe prova ka të bëjë me plotësimin e premtimit të këtij emri, që ai do të ishte ati i turmave. Por pa ditur kushtet, lexojmë përgjigjen e Abrahamit. Perëndia thret Abraham, asnjë gjë tjetër. Edhe pa hezituar, përgjigja e Abrahamit është në hebraisht një fjalë, në shqip janë 3 fjalë. Hineni, që do thot në shqip, ja ku jam. Pa ditur kushte. Ja ku jam. Kjo do thot, ja ku jam, plotësisht i pranishëm. Ndoshta edhe me duart të hapura. Duke ju dhënë vëmendjen time të plot, Perëndi, plotësisht gati ta dëgjoj fjalën tënde. Ja ku jam, thot. Ndoshta me këtë përgjigje shikojmë që Abrahami kalon provimin, sepse është një përgjigje e shkëlqyeshme. Ja Zot, ja ku jam. Çfarë do që ti të duash të kërkosh nga unë, ja ku jam. Pak më përpara kënduam, ti je qengji i Perëndis Jezus, je gjithçka për mua. A është e vërtet kjo? A mund të themi bashkë me Abrahamin, ja ku jam? Sigurisht vetëm me përgjigjen e tij ai kalon provimin, por do të ndjekim historinë pak më tepër. Tani vijnë ato fjalët e rënda, e pa kuptueshme për ne. Perëndia i tha Abrahamit, merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Moriahve dhe sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj. Ky nuk është urdhër nga Perëndia, ta kuptojmë. Perëndia nuk na tundon, thot dhjate e re. Është një kërkesë. Në hebraisht është një fjalë e vogël që ka kuptimin të lutem. Abraham, të lutem, merr tani birin tënd. Edhe pyetja, thelbi i pyetjes është, a je gati Abraham të sakrifikosh gjithçka përpara Perëndis? Do të ecësh me të. Edhe sigurisht ju dalin tani pyetjet, por si ka mundësi që Perëndia kërkon që ai të sakrifikojë birin e tij. Perëndia nuk është një Perëndi i rrem, sikur ata Perëndit e rrem që kanë kërkuar sakrificë nga ndjekësit e tyre. Si ka mundësi që Perëndia e ka premtuar Isakun Abrahamit, edhe tani thot vrite Isakun. Ka shumë pyetje. Thelbi është, a je gati të sakrifikosh gjithçka që të kesh vetëm një marrëdhënie me Perëndin. Na kujtohet historia e Jobit. Në kapitullin e parë, ne dim që Jobi ishte një njeri i drejtë, që ecte me Perëndin përpara Perëndis me drejtësi, por djalli nuk ishte i kënaqur me Jobin, me Perëndin, më saktë. Edhe Perëndia pyet Satanain, e ke vënë re shërbëtorin tin Job? Edhe ai thot, po, ai është shumë mirë. Më kot Jobi ka frikë nga ti, Perëndi. A nuk e vën ti një mbrojtje rreth ti, rreth shtëpisë së tij dhe të gjitha gjërave që ai zotron? Ti e ke bekuar veprën e duarve të tij dhe bagtia e tij është shtuar shumë në vend, por shtri dorën tënde
dhe preki të gjitha ato që ai zotëron dhe ke për të parë, po nuk do të mallkoj ty haptas? Është pak a shumë e njëjta dilemë, e njëjta pyetje. Perëndia e pyet Abrahamin, je gati të ruash marrëdhënien tënde me mua, edhe të sakrifikosh të gjitha bindjet, të gjitha kushtet, të gjitha qëllimet që ti ke. Edhe ndoshta thua, po nuk është drejt. Si mund të kërkoj Perëndia diçka të tillë nga dikush? Por edhe vetë Perëndia në këtë rast vihet në provë. Nëse Abrahami dështon, nuk kalon provën, as Perëndia nuk kalon, edhe ai dështon. Edhe sa shumë rrezikon Perëndia për ne. Sa shumë ai rrezikoi gjithçka për të dhënë djalin e tij, birin e tij për ne, për njerëzimin, ishte një rrezik tepër i madh që bëri për ne. Edhe në këtë rast Perëndia rrezikon veten. Edhe biseda ndiqet në këtë mënyrë që Perëndia i thot Abrahamit, merr tani, të lutem, nuk është urdhër, të lutem merr tani birin tënd. Edhe mund të imagjinojmë që Abrahami përgjigjet, por Perëndi kam 2 bij. Edhe Perëndia thot, birin tënd të vetëm. Por Abrahami thot, por Ismaili është i vetmi bir i nënës, dhe Isaku është i vetmi bir i nënës. Perëndia vazhdon, atë bir që ti do. Edhe Abrahami përgjigjet, por unë i dua që të dy, edhe Ismailin edhe Isakun. Edhe Perëndia përgjigjet për herë të fundit, merr Isakun, atë bir të premtimit, atë bir të çmuar, atë bir për të cilin ke pritur gjithë jetën tënde. Atë merr, të lutem. Edhe për të çuditur, shikojmë reagimin e Abrahamit. Kështu, vargu 3, Abrahami u ngrit herët në mëngjes. Pa kundërvije, pa thënë, por Zot, si ka mundësi? Kush je ti? Kush jam unë? Por ti më ke thënë Isakun. Çfarë të bëj tani? Është një provë e vështirë. Nuk është e drejtë. Abrahami pa hezitim u ngrit herët në mëngjes. Ishte gati për t'u bindur Perëndis. Edhe lexojmë ato folje. I vuri Samarin, Gomarit, mori me vete 2 shërbyes, qau dru, u nis drejt vendit. Veprat e Abrahamit tregojnë zemrën e tij. Veprat e njeriut tregojnë bindjen e njeriut, nëse është gati t'i bind Perëndis apo jo. Nuk janë fjalet, nuk janë mendimet, nuk janë bindjet, por janë veprat. Por lexojmë çfarë bën Abrahami në këto vargje, por Bibla nuk na tregon ndjenjat e Abrahamit. Si ishte shpirti i tij duke ecur në mal për të kërkuar atë vend. Lexojmë që udhëtimi zgjati 3 ditë, do të thënë gjatë gjithë kohës. Sigurisht Abrahami ishte duke menduar, çfarë po bëj? Si të sakrifikoj birin tim? Çfarë do të bëj Perëndia pastaj? Me mua, me Isakun. Kishin dalë lloj pyetjesh. Por pa asnjë pyetje, asnjë kundërshtim, por Zot do ta bëj, por ai duhet të bëj diçka, ose filani duhet të ndërhyjë, filani duhet të ndryshoj. Varet nga kushtet e tjera, nga kushtet e ndryshme. Por Zot, nuk jam gati. Pa asnjë nga këto gjëra. Ai u ngrit herët në mëngjes e shkoi në vendin e caktuar.
Edhe shikojmë që Abrahami dhe Isakun ishin bashk. Vargu 5 thot, ne do të shkojmë në atë vend, ne do të adhurojmë Perëndin, ne do të kthehemi. Vargu 6 vazhdon duke thënë, u nisën rrugës që të dy, fjalë për fjalë do thot të bashkuar, si një, Abrahami, Isaku në lidhje shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Mund të themi edhe me Perëndin. Edhe shikojmë në atë udhëtim një sakrificë të përmbysur. Nuk është Isaku në altar, nuk është Isaku në dru, por janë drut mbi supët e Isakut. Ai i mban drut. Edhe gjatë udhëtimit, për 3 ditë rresht, tensioni rritet. Çfarë do të ndodhë? Si do të përfundoj historia? Gjatë udhëtimit, Isaku i foli të atit të tij në vargun 7. Me një fjalë në hebraisht, ai thot, ati im. Edhe përsëri Abrahami përgjigjet me një fjalë në hebraisht, me 3 fjalë në shqip, hineni, ja ku jam biri im, ja ku jam biri im, ja ku jam plotësisht i pranishëm, duke të dhënë vëmendjen time të plotësisht gati të dëgjoj fjalën tënde. Edhe shikojmë këtë marrëdhënie të ngushtë. Ai Isaku thot ati im, edhe ai thot hineni beni, që do thot ja ku jam biri im. Edhe duket afrimiteti i ngushtë midis babait dhe djalit birit të tij. Por Isaku, duke parë rreth e përqark, vën re që diçka mungon. Edhe thot, ja zjarri dhe druri, nuk e përmend thikën, ja zjarri dhe drut, por ku është qengji? Do të bëjmë një sakrificë, por qengji mungon. Gjëra kryesore mungon. Edhe më rënqethet kur dëgjoj përgjigjen e Abrahamit. Ai thot, Perëndia do të siguroj. Isaku ishte kërkuar me sytë e tij, edhe fjalët e Abrahamit janë, Perëndia do të shikoj që do të ketë qengj. Perëndia do të siguroj. Perëndia do të shikoj. Ai do të ketë nën kontroll të gjitha pasojat. Edhe kështu arrim tek kulmi i historisë. Ndjekim si me gjirim të ngadalsuar, si në slow motion. Ata arritën në vendin e caktuar. Abrahami e ndërtoi altarin me gur. Abrahami rregulloi drut. Abrahami lidhi Isakun. Si do të ishte ai moment? Bled ti ke Jonathanin, Gent ti ke Joelin, Blerim ti ke Joanin, Tila ti e ke Angelon. Si do të ishte në atë moment ta lidhesh djalin tënd, birin tënd, që është i fortë, që është i shëndetshëm? Pas një fjalë Isaku ishte gati për të sakrifikuar. Pas një fjalë Abrahami ishte gati për të sakrifikuar Perëndis birit të tij të dashur. Gjën më të çmuar që ai kishte. Isaku ishte shtryer në altar. Edhe Bibla vazhdon, Abrahami shtriu dorën
Mori thikën për të vrarë birin e tij? Pikërisht në momentin e fundit, dhe hyri angjëli i Perëndis dhe tha, Abraham, Abraham! E thiri përsëri me emër, me emrin e tij Abraham, por tani e përsëri 2 herë. Ndoshta me 1 herë Abraham ishte kaq i fokusuar që nuk do të dëgjonte. Për të vërtetuar, për të siguruar, i tha 2 herë Abrahamit emrin e tij. Abraham, Abraham! Vetëm duke dëgjuar emrin e tij, Abrahami përgjigjet për herë të tretë në këtë histori me një fjalë, Hineni, ja ku jam. Ja ku jam Perëndi, plotësisht i pranishëm, duke të dhënë mendje plotësisht gati të dëgjoj fjalën tënde. Edhe dim vazhdimin e historisë që Perëndia nuk e sakrifikoi Isakun. Edhe pak më poshtë Perëndia shpreh se tani e di mirë që ti trembesh Perëndis, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke, birin tënd të dashur. Që ti të trembesh Perëndis. Edhe fjalët e urta thonë që frika e Perëndis është fillimi i urtësisë. Atje fillon gjithçka. Po të kesh frikë nga Perëndia është një përulje, është të thuash Perëndi ti je gjithçka, unë nuk jam asgjë. Çfarë do ti të bëhet në jetën time, ashtu qoftë. Abrahami ngren syt dhe shikon një dash në shkurët. E kap dashin e ofron si sakrificë në vend të birit të tij. Shikojmë që Perëndia shikon. Perëndia siguron. Siç tha Abrahami, siç I tha djalit të tij, Perëndia shikon, Perëndia do të siguroj. Ashtu u bë. Perëndia siguroi një sakrificë. Por më duket shumë interesante që nuk thuhet që ishte një qenj që ishte në ferr, në shkurr, por ishte një dash. Dashi është kujt? Kush është dashi? Është babai I qenjit. Në fakt babai u sakrifikua në vend të birit të tij. Vetë Abrahami ishte gati për të sakrifikuar veten dhe jo Isakun. Edhe dashi u sakrifikua, u flijua në vend të birit. Edhe shikojmë këtu diçka të pa imagjinueshme. Edhe po të mos ishte shënuar në Bibël, nuk do ta kishim imagjinuar. Por Perëndia vetë nuk e kurseu birin e tij të dashur në kryq. Romaka 8:32 thot, sepse ai nuk e kurseu birin e vet të dashur, por e dha për të gjithë. Qysh nuk do të na dhuroj të gjitha gjëra bashkë me të. Edhe nëse kjo nuk të habit, nuk e di çfarë do të habis në jetë. Si ka mundësi që Perëndia vet e kurseu birin e Abrahamit që të mos vdiste, por ishte gati për të sakrifikuar birin e vet të dashur, që ishte pa mëkate, pa asnjë padrejtësi, pa asnjë njoll, pa asnjë tëmet, e sakrifikoi, nuk e kurseu birin për ne. Lavdi I Zotit që Perëndia siguroi në këtë mal për Abrahamin, në malin e Kalvarit për ne, siguroi një sakrificë që është e pranueshme përpara Perëndisë. Por lavdi I Zotit që edhe Abrahami kaloi provimin, kaloi me sukses. Edhe në vazhdim Perëndia e bekon Abrahamin fort
Shikoni vargun 17. Unë me siguri do të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësitë e tu si yjet dhe qiellit. Yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në bregdet. Dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të ti. Dhe tërë kombët e tokës do të bekohen tek pasardhësi yt, sepse ti i u binde zërit tim. Abrahamit i pret një bekim që akoma nuk ka mbaruar. Akoma vazhdon të rritet, të shumëzohet, të zmadhohet. Tërë kombët e tokës do të bekohen për shkak të veprës së Abrahamit, sepse ai i u bind zërit të Perëndis. Mirë e bukur, sa mirë për Abrahamin që kaloi provimin, por si është për ne? Si është për mua? Kur Perëndia të thret me emër, a është përgjigja jote? Hineni. Ja ku jam. Pa pyetje, pa hezitim, pa thënë, po varet nga filani, kur ai të ndryshoj, atëherë do të jem gati. Por kur kjo ndalet të bëj këtë, atëherë do të jem gati. Ose kur vjen puna, pas një muaj, pas një viti, pa hezitim, pa pyetje, pa por, na kujtohet ndoshta edhe Isaia, kur Perëndia ishte duke kërkuar rreth e qartë botës, tha, kë mund të dërgoj? Si u përgjigj Isaia? Hineni, ja ku jam, dërgo më mua. Isaia nuk tha, shumë mirë, më vjen keq Perëndi që ka kaq shumë punë, që ka kaq shumë për mision, për ungjillizim, për punë në kish, për pajtim, për të gjitha gjëra. Ja ku jam, por dërgo filanin, dërgo motrën, dërgo vëllan, dërgo dikë tjetër. Ja ku jam. Edhe Jezusi vetë, tek letra e Hebrejnëve, thot, ja ku jam për të bërë vullnetin tënd. Për të bërë vullnetin tënd. Është kollaj të lutesh çdo ditë, u bëft vullneti yt. Si në qiell ashtu edhe në tokë. Por është më vështirë të lutesh, Zot, u bëft vullneti yt në jetën time, në ndërgjegjen time sot, në jetën time, në marrëdhëniet e mia, në kishën tonë. Shpeshherë mendoj që marrëdhënia jonë është me Perëndin është si një kontratë. Ne bëjmë kontratën gati me kushtet. Perëndi dua këtë, dua të plotësosh këtë, të përgjigjesh kësaj lutjeje, edhe kemi 10 ose 20 nen, edhe pastaj themi Perëndia, ja ke kontratën, firmose, ja ke kontratën Perëndi. Këto janë kushtet e mia për marrëdhënien time me ty. Firmose Perëndi, pastaj do ta firmose edhe unë. Por Perëndia thot, jo, nuk shkon ashtu. Ja kontrata. Një faqe e bosh. Abrahami nuk dinte çfarë Perëndia kërkonte nga ai, por tha, hineni, ja ku jam, gati për të bërë vullnetin tënd. Perëndia thot, ja, firmose, siç është, edhe do të shikosh. Edhe pastaj do t'ju tregoj ndal nga dal çfarë janë kushtet, si do të ecësh. Besoj se kjo histori ka edhe shumë lidhje me atë që do të festojmë pas pak, me darkën e Zotit. A nuk i
shtriur duart Perëndia, duke thënë, hajdeni, ejani tek tavolina, ejani tek biri, ejani tek biri im i dashur për shpëtim, për pajtim, për pendim, për çfarë do që të keni nevojë. Ejani. A do t'i themi sot Perëndis, hineni, ja ku jam, do të marr pjesë, do të ashtri dorën, do të marr bukën, do të pije nga kupa, a do t'i ja kthejmë shpinën, themi, jo, nuk jam, nuk do të pranoj. Do t'ju lë me një përgjigje të fundit, çfarë kërkon Perëndia sot prej teje, prej meje, jo prej vllajt, jo prej motrës, jo prej pleqve. Çfarë kërkon Perëndia sot prej teje dhe prej meje? Dhe si do t'i përgjigjesh Perëndis? A do të thuash, a do të them unë bashkë me Abrahamin, hineni? Le të lutemi. O Zot, përsëri kërkojmë që ti të hetosh zemrat tona, zemrat e gjithë secilit, zemrën time. Zot, kjo histori nuk na lën rehat. Na ngacmon shumë, sepse shikojmë butësinë tënde që ti nuk dhe urdhër Abrahamit, por ishte një ftesë për t'u bashkuar me ty, për të hecur në rrugën tënde. Por ti bëre gjithçka për ne. Por na ngacmon edhe përgjigja e Abrahamit, kur pa ditur asgjë, ishte gati për të thënë, ja ku jam. U bëft vullneti yt në jetën time. Por Zot, ne jemi si ata dishepujt të parë që thanë, po, këto janë fjalë të vështira, Zot. Si mund të ndjekim ty, sepse nuk i dim kushtet. Zot, kërkojmë falje për vetë mbrojtjen tonë, që shpeshherë jemi gati të mbrojmë veten, edhe të mos themi hineni, të mos themi ja ku jam. Na falë për këto momente, për këto qaste, për këto situata në jetën tona, por ti shqirto çdo zemër këtu, edhe bëje vullnetin tënd me ne të gjithë sot, me kishën tënde. Edhe mezi po presim që ti të thuash, me qenë se ti kishe frikë nga me, nga unë, tërë kombet e botës do të bekohen për shkak të besimit të kishës shqiptare këtu në Athinë. So, këtë duam, Zot. Duam që ti të lartësohesh në mesin tonë, në jetën tonë, që vullneti yt të bëhet tek gjithë secili nga ne. Të falendrojmë shumë, Zot, për dashurinë tënde të pamas që ti nuk e kurseve birin tënd, por edhe për mua, për ne. Qoftë sot një ditë shpëtimi, Zot, një ditë pendese, një ditë pajtimi. Të lutemi në emër të birit tënd të dashur, Jezusit. Amin.